është djegur nga fatura Razia se unë nuk futa në një dialog të një filmi shumë të njohur për të gjithë në çdo stin. Se jemi në momentin e atentateve. Dhe natyrisht gjithmonë, sipas traditës ne shikojmë një pjesë nga filmi dhe pastaj variantin ton portokalli. Ju ftojmë ta ndjekim. Ti nga ke ardhur? Nga Kuksi. Babai im atje është oficer kufiri. Kurse unë jam dursake. Babai më punon makinist treni. Sa bukur. Që është kështu me mua? Çfarë ka ndodhur vallë? Pak po të largohesh, ndi për ty veç mall. Që është kështu? Pse malli ju ka që thellë? Kur më pushton mua, nuk jam më e kthjellë. Përse më fyen? Unë të fyj? Po përderisa ti mërzitesh kur unë flas për gjëra që më shqetësojnë. Fundja për çfarë mund të flasim? Mos thuaj asgjë. Nëse nuk gjejmë dot se për çfarë të flasim, më mirë heshtim. Mi, re, mi, la, mi, le, mi, do, mi, sol, fa. S'pëlqem u shati shtoj not. O Ronaldo, mamin bukur e ke? Më falë, kujtova se nuk ishte njëri këtu. O qa bëni mi shohë që kjo është stacion autobusi, jeni në vetë apo s'jeni? Pastaj, nuk i vjen... O, ju jeni ajo Karamelja. Ja. Atere jeni Zana. Po ti vjen nga Tirana? Nga Tirana në Peshkopi, qa unë i do ti. Bëj shaka. Unë jam Bardhyli. Vi nga Kuksi. Babi im është oficer në kufi. Po ti, luan gjë me Dinamon? Po. Po si nuk lati neshje pa shit me ajo sharasën, a qa vëtë? Së që vërtet? Po nga je me origjinë? Unë jam dursake. O? Baban e kam peshkatar. Në kohën e lirë punon dogan. O. Po ti qëne, nga Kuksi, baban oficer kufiri, vetë muzikant. Ti duhet ishe natyrë më jashpër, për shembull... Shtangist? Jo, stilist. Po ti qëne, dursake, babi gju për peshk, pasaj punove në dogan, edhe kënire lu dhe volejbol. Qa bëhet shumë arburi dhe jotë, ha? Janë shoqe duke bërë stërvitje. Më falë nëse të ofendova që parë. Ska gjë, ja. Ky Bardhyli si çun mami. Muzik ditën e muzik natën. Të kem ta fus njëherë në dhomë, ta luj menç, ti bëj sparkatën. Do më falësh dhe mua në qofse të fole ashpër. Ska vërë. Si ta them unë ty moj shoqe që kam qejf të nuk shkon. Kam shumë qejf që ty moj shoqe të po kam torpe marrë treqi. Ta them traqun ty moj shoqe të jap një dit një... Ma thuaj, e kuptova. E kuptove? Po. Mos me ndova gjë me zë? Po, pse rri ka që turpshme, mos ki ka që turp? Jam këshuem nga natyra, jam vajzë ndrojtur. T'ja gris robat, t'ja haj veshin, t'ja heq trurin, t'ja shku leshin.
Zana, sa ku e bukur ishe tje? Isha me Tomin, me çajuarën e tij, dolën për xhiro nga liçeni. Bardul, Ha? është film tjetër kë. E po vajtëm jetë të tërë në skene, zmbaj mund sa oktava kemi kapur. Po, pse ri ka qetushme? Qiro. Çfarë këto që thua? Art, muzik, sport? Nuk e kuptoj ku do dalësh një. Nuk është se du dalë një në event, po halli është që... $10.000 lekë do taksia, për ta marrë e çuke shpia. 100.000 lekë një darkë e mirë, me të ngrënë e me të pirë. 20.000 një ëmbëlsirë, apo lene farë më mirë. 130 më shkon mua të shkretit. S'dali lekët as për motel buzdetit. Do më presësh kur të dalë nga Sovjetja? Nesër më vjen kej, shumë, jam ke sheshi, bëhet një koncert për një vjetorin e NATO-s. Vdekje e kam, të bëhem njerë ministër i mbrojtjes, fiksim e kam. Shtu? Pastaj duhet kap dhe avionin, vjen keq, duhet hiki. Avionin për Valias? Jo, po për Alias. E mbaj mënd si sot, kur i kanë Belgjik me not. Zana në atë kohë ishte vetëm një studente, gjante si gru, edhe pse ishte adoleshente. U rrit pastaj, dhe shumë shtat hodhi. Për 3 vjet ju bë gjoksi sa 2 topa volejbolli. E, këtu ka morë fund marë tofshë. Bardul! Çfarë bëre kështu, Bardul? Shoqja jote ish ajo? Po! Shoqe me pantallona, a? Bardul! Mos u ndje keq. Ku e lam zogu? Ç'është ky zë? Vini re, alarm ajror. Vini re, alarm ajror. O Bardhyl, Ha? mos ki turp e mos ki zor. Kape këtë vajzën se ngele gjithjetën duke